Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Ilva dhe sot kemi një vlog të ri. Kam bërë flokët me bikutina sepse më pëlqyen herën e kaluar se si më dolën flokët, kështu që i bëra dhe kësaj radhe. Jam e mendimit që preferoj të dukem një orë 2 orë si Mozarti dhe pasaj të dalë super ju me flokët. Kam veshur këto pantallona të shkurtra lino, kam veshur të kanatiere që nuk duket fare. Po gjëja do të këndin e duhur, po besoj doja bëj ose të pasqyra ose poshtë, nuk e di. Vërtet i admiroj flokët, shumë bukur. Çka këtu duket më mirë outfiti dhe po, është shumë vap dhe prandaj jam vesh me të shkurtra. Atletet e bardha, Klajdi kështu që po vesh atletet e veta, edhe flokët po flokërojnë. Qa ki Klajdi, ke ndonjë koment? Jo. Okej. Fiti për sot. Ikem. Unë po dalim nga metroja, ora është 4:30 edhe nuk kam vënë asgjë, të tipit asgjë. Klajdi që vetëm po tanë, do shkojmë te Nasi, tham te Nasi. Po do me thënë që gatuan super mirë dhe ne do ta provojmë. Të tipit tradicionale greke. Ky është vendi dhe është plot me njerëz. U pregatita kapa flokët me kapse. Porositë po presim të na vi porosia, morëm gjërat që bënin më të mira në restoran, që ishin klasike, tradicionale greke. Edhe jam shumë kurioztare dhe po më hajt shumë. Erdhën, morëm një sallatë fshati, patate, tzatziki dhe po presim pjesën tjetër. Erdhi edhe saganaj. Po më shijojnë super shumë. Edhe ja ku na erdhi kebabi. Edhe hera e parë që do provoj. Dhe tani bëm qiro, sa që di që mja njerëzit. Po mendojmë që po iki në shtëpi, po do kalojmë rrugën. Të bëjmë do një mask, të shqetësohemi, sepse mendojmë që të rrim deri vonë, të shikojmë do një film, do një gjë. Home sweet home. Erdhëm në shtëpi, do heq make-upin, të vesh pijamat e mia, të rri në freski, të kënaqem. Dhe po, unë kam një akullore të vogël edhe Klajdi ka një akullore të vogël. Të gjithë njerëzit kanë këtë periudhën tani që dalin në balkon, rrinë, e shijojnë, është shumë si në bukur për këtë pjesë, për këtë aspekt. Darkave se po, fshiu i çikti, po, fshiu i çik. Mirë mëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Po të kishte në një akullore mbarse për jo, më mirë Nutella dhe biskot. Po hankojsha që ishte super vakë. Pilloj shiu edhe këti. Do rrim në shtëpi, do shikojmë një film, probably Klajdi po porosit KFC, që ta ham në një burger, me që nëse nuk dolëm jashtë. Më duket nuk i kam thënë miqve të mi virtual që unë do iki. Obviously do iki në Shqipëri. Filloj sezoni. Po. Nga një anë do shpëtosh. Nga një anë prap. Po mirë më shife sa ekonomik jemi njerë. Se marrim KFC, kurse kolën e marrim këtu te marketi Lagjës që të bëjmë ekonomi. Unë që bëj thosha të lutëm se i kam shumë qef të salsat, edhe ajo që tha it's okay, e ke free nga neve, e ke pa lek. Dhe isha më gëzuat shumë. Dhe është koha që neve të ham tani. Se i kemi marrë në ofertë këto. Ja, edhe koshi. Këtu kemi patatet. Dhe shikoni pak, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salsa që ne i dhem pa lek. Më falë, ishte edhe një këtu poshtë, kështu të 10. Super, kjo është shija e jetës. Mërzika që ra pak shi sot, po... Qa të bëjmë? Më shihen shiu të tipit nga vjeshta, ku kam një periudhë të gjatë që vetëm dal edhe them, ok, po bjeshi, do ri rahat në shtëpi, do shkoj në një film, po njëherë në kaq. Gjithsesi mendoj të bëjmë maska. Tani do kemi një ndeshje titanësh, do lozi Mulan 2 veta. Më pëlqen që po loz letra dhe kam që pardi që i them edhe 2 ditë jam, edhe nesër jam, edhe bëj si gjuna. Më dhe t'hapja vlogun, më dhro. Ilva kishte edhe flosh, edhe bomb, prap e mund.
16 me 8. Life is worth living. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Kam harruar. Sot është e hënë, nesër është e martë, që do të thotë nesër në mëngjes unë nisem, kështu që bëra punët shpejt se e di që Klajdi nuk është që do ketë kohë, do jetë në punë dhe do doja që t'i lija pak më me Terezi. Kështu që i bëra punët shpejt, do hiki në Jumbo dhe kur të vi, do merrem me valixhen, do merrem me çantën, kështu që hikim në Jumbo. Unë jam veshur, jam përgati, nuk është që do bëjmë një gjillau. Kështu që do marr çantën dhe ikim. Shumë e lumtur që do jem edhe tek festa e abetares së Ajlës. Jam shumë e lumtur. Poi festa abetare sepse unë, siç e dini, festën e parë kam bërë në Greqi dhe nuk e kam përjetuar atë pjesën e festës abetares. Bënim dhe neve këtej festa, nuk po them. Këtu bënim vit për vit festa, domethënë, por është tjetër ajo ndjesia që bëhet në Shqipëri, që bëhet bravo. Ndjesia që bëhet në Shqipëri, që shkron je, jo po të thuash abetaren, jo po ke poezi, vishesh bukur, nuk e di, më pëlqen shumë. Nuk e di ku i kam ato kasetat, ato videot, se mbaj mend që më ka filmuar mami me babin, e ndjesha kaq aktore, kaq ndjesha shumë superstar Hollywoodi. Do të them, mami këtë ditë më ka thënë që ka qenë pak ftohtë, ka qenë shi dhe ende nuk e kanë ndruar garderobën tamam 100% të rrobave të verës. Dhe po marr një xhaketë sa për të thënë, dhe shpresoj që të jetë pak verë. Nuk është që do rri as pak ditë, do rri shumë. Po iki për në shtëpi, mbaruam edhe tek Jumbo dhe kemi një hall, do iki në shtëpi që të bëj makarona. So, erdha në shtëpi, ndërrova, vesha pijama, kryesorja. Një palë shapka super të thjeshta, që ishin €1.50. I doja se janë të thjeshta dhe për në plazh, se nuk dua të prish shapkat e mira, kurse këto €1.50 janë, se do shkosh në gura, në rër, kështu që këto janë fiks fare. Këto i mora sepse unë nuk kam shampo të njëjta me mamin, kështu që të vendos shampot e mia që nuk lejojnë shumë të marrësh në avion, mendoj që do më dali kjo sasi për aq sa do vi. Tani ju e dini se më ra telefoni. Ju e dini fiksimin tim me qirin që këto hera parë që do t'i provoj, po vinë shumë herë mirë. Do të thonë vinë herë mirë që nga pjesa e kutisë jashtë. Gjithmonë kam marrë me qershi me fruta pylli, se radhe po i marr me jasemin, thot kjo. Po shumë herë mirë, kështu që do ta provoj. Nga këto që mbushen për akuj, për kafe, për se tani është verë. Mora këtë krahërin që është kështu i holl, se më duhet që kur stiloj flokët, ai krahëri i madh që kam nuk më bën. Dhe 70 cent bënte. Mora këtë se kam për syze optike, po nuk kam për syze dielli, e kishte dhe pecetën, është në formë të këtill, edhe ishte nice, materiali mirë. Super, që ta vendos me vete për në çantë, për tani në plazh, farsoleta të largura. Qese për mbeturina. Dyja, do të thënë, janë dëgja qefi, le të themi, që i mora për vete, është ky bërzëlyku i këmbës, që nuk e di, besoj ndoshta mund të nxihet, po është shumë e bukur, është ngjyrë gold, që nuk perceptohet tani se është drita ndriçim. Por më e bukura është kjo çanta këtu, që është shumë cute, hapet në këtë mënyrë, edhe është me zinxhir. Edhe është shumë e bukur, do të thënë, jo vetëm për në plazh, po edhe për të dalë, për darkave në plazh, shumë e bukur, dhe më pëlqevi shumë, kështu që vajna. Ju thash, nuk është që kisha në një gjë të madhe, po s'ka gjë, kaq sa kisha. Super, tani t'ikim të vazhdojmë, se besoj do ketë zier ujë. Cheers. Akullor e vogël. E vogël. Pas ka një diell shumë të bukur sot, qa po e ndjen koha që unë po iki. Siç mund të shikoni, kam bërë maskën dhe momenti i valixhes. Scrub, po maskë. Kjo është valixhe bosh edhe tani do ta mbushim. Jam në këtë fazë të valixhes, do bëj dhe çantën, se kam të përfshirë dhe çantën. Por në të njëjtën kohë jam edhe në këtë fazë të fytyrës time, maska e dytë. Digi. Edhe më djek në fakt. Dhe me valixhet e çantat mbarova, kam lënë gjërat gati këtu që t'i kem për në mëngjes. Në mëngjesit të gjithëve, erdhi dita.
Nga që është ora 5:30 e mëngjesit, kam vesh të sipër se ngrihet mund të jetë pak fresk, xhinset e gjata, do vesh edhe atlete. Unë zakonisht vesh tuta, që të jem më komforte. Po këto xhinse nga që janë belgi, janë të rehatshme. I bëra vlogot shpejt e shpejt Bikutina, sepse direkt pas aeroportit do iki tek kosherira ime, që sot ka festën ambetares. Por në të njëjtën kohë jam pak e mërzitur se do rrim për një periudhë pak të gjatë, pak lajtin edhe të jetë vetëm. Po s'ka gjë, shqyr zoti, teknologjia ka evoluar edhe të flasim në kamerë. Nuk do jesh për një kohë të gjatë e vlogu, kështu që do e përshëndesesh në mënyrë të denjë. Rroft që i bëra flokët se nuk më mbajtëm pa vajt akoma në Tiranë. Erdha tani këtu, ka shumë fluturime për në ishuj të tipit në Naxo, në Santorini, në Mykono, ka shumë. Edhe bukur, shumë gjë bukur. Kam ardhur edhe nuk e di si të komunikoj se direkt nga aeroporti kam ardhur tu edhe nuk kam internet, nuk kam me që ndroj numri, nuk e di do me thënë. Po përpiqem që të gjej zgjidhje. Më në fund, shtëpia, mbla shtëpi. Për detaje duhet të flasim më vonë. Por kam nevojë me patjetër të shqetësohem dhe të ha. Edhe të ha kos. Mëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Ka në fakt në shkollë, por profesori nuk ishte, kështu që mbetet për të mos vajtur sot. Ai do takoj shoqet e universitetit, gocat e klasës, pastaj do bëj thonjë dhe pastaj do takoj shoqet e tjera. Esra, e njihni. Edhe besoj do jetë pak e zënë agenda. Fiti për sot. Shim plani për të 700 herë. E po shoh që qenë ka goxha fresk, edhe unë kam dalë sigurisht nga 30 gradë. Të klasës, u kënaqja, por ende kam atë frikën sepse nesër nis provimin e parë. Aktualisht mund ta shikoni që po pi një çaj të ftohtë pjeshke, që ishte nga super. Po pres orarin që të shkoj tek thonjt. Bëj thonjt se a kuptoni. Do i bëj. Erdhi vera, në fakt unë i bëj te një tjetër, te shoqja ime. Po nuk kam kohë sepse nga që jam me provime dhe e ka pak larg për mua, që e kam larg shtëpinë. Të them pak, kështu që duhet të them shumë në ankth, nuk është ajo çka unë duhet të përcjell, por jam. Edhe nuk e di, thjesht dua të heq qafe dhe të jem rehat pasaj që vërtet i shijoj pushime. Në fund i bëra thonjt, mund ta shikoni, kanë dalë super. Edhe thonjt e këmbës të kuqe, po nuk po ja u tregoj se pasaj fut fetish. O iki të pi kafe me kunatën time të dytë dhe me Estrën. Se tani doja bëj kështu, se kam bërë thonjt. Përshëndetje të gjithëve nga dita tjetër. Thjesht sa të ambientohem të futem pak në këtë, po prap e kam atë ankthin, kështu që tani jam gati dhe do iki për në shkollë, nisim provimin e parë. Mund ta shikoni që jam në shtëpi. Jam super e lodhur, nuk e di, një dhimbje koke që duhet të qetësojmë, të rri pak shtrirë, thjesht të rri. Se nga provimi, në përgjithësi provimet më stresojnë pak. Me qëra fjala, ky është luksi sa vjen në Shqipëri. Këto edhe patatina patos. Sapo u zgjova nga gjumi dhe ka një super pamje. Tani do iki tek nëna. Përshëndetje të gjithëve nga dita tjetër. Mund të shikoni, jam veshur, jam bërë gati dhe jam gati për provim. Ikim, bëjmë provimin e dytë. Sot është koha me diell, është më mirë, nuk është shi, shqyr zotit. Dhe kaq për momentin, edhe e dini që kam bërë. E t'ju e tregojmë që kam bërë. Mali me rroba. Po mendoj, po e lë Instagramin tim këtu, që pse jo të shes disa rroba, sepse e kam dullapin plot të tipit
shumë plot. Kam menderat e faqen e Instagramit, siç ju thash, do ju lë përsëri prap poshtu, një rikujtim përsëri për herë të dytë. Kosa jam këtu, pse jo ti shes. Kështu që ikim tani për në shkollë. Hem për në shtëpi dhe moti është shumë bipolar. Shi që ishte dje, sot është super vap dhe diell. Koha t'ju tregoj një dy gjëra që bleva. Nuk ka nevojë për shpjegim. Më kishte mbaruar rimeli dhe kishte në ulje dhe thash duhet ta provoj se ka shumë hype dhe thonë që është shumë e mirë. Edhe këtë, me qenë se ishte në ulje, doja ta provoja. I mean, 3500 kjo je super blen. Po lëshoj flokët se po më dhëm koka. Nuk kam ngrënë akoma buk që në mëngjes petuat që kishte bërë nëna. Thjesht po bëjmë patate dhe do i ha me kos. Edhe kështu do me thënë jam thjesht super e lodhur, super e dërmuar. U lava, bëra super dushin. Harrova atje të filmoja, po si që mund të shikoni, ishim të nëna, erdhëm të nëna për të vjetur. Kështu që ne do shihemi në shumë vlogje të radhës. Që shpresojmë në vlogjet e radhës të ketë ardhur Klajdi, por deri atëherë. Të dyja të kuqe. Po po djegi. A ti më si thon? Përshëndetje të gjithëve nga dita tjetër. Edhe injoroni tani gjendjen time të flokëve, injoroni se do i të bëj, kam për të bërë një grafi, sepse më duhet ta bëj. Dhe do shikojmë çfarë të më thënë dhe pastaj do të them pse pa bë grafin, siç është tek, kështu që jam çuar herët, po ha mëngjesin, do e ha më sakt. Atëherë jam pothuajse gati. Vesha këto xhinset që i kam pasur shumë qef, edhe hera parë që po i vesh për të ditë, që i bleva 6 euro te Pull&Bear, kështu që super. Këtë kropin e thjesht do vesh dhe atletet se aktualisht jam me shapka. Do me thënë me çfarë planesh vjen dhe çfarë dalash dalim. Por shpresoj shumë që çdo gjë të shkojë mirë. Dhe do shkojë mirë. Le të përcjellim energji pozitive. Atëherë erdha në shtëpi. Jam larë dhe prandaj kam flokët si lesh. Dyshe si që më thërret nusja e dajes së Klajdit. Kokleshe. Me vajta bëra të vizitën të mjeku, di të them që në momentin e parë që keni qofte edhe një shqetësim të vogël, do e këshilloj që t'jepni tek mjeku. Por rasti konkret ishte që unë s'kam 2 muaj që i kam bërë analizë sepse para se të merja vizitën e dytë. Gjithsesi, mos anashkaloni çdo gjë që trupi juaj ndjen në momentin që ju e pak a shumë parandeni që ka diçka që nuk shkon. Nuk dua ta them se do ta them në një moment të dytë, por tani do them që do bëhem gati sepse do dal me Estrën dhe Joanën. Sapo dini Joana është motra e Estrës, se ju e njihni. E patë vlogu greqis, kështu që bëhemi gati. Kam ardhur tani tek këndi im i bukurisë dhe me do spikutina dhe më thëmë që t'i bëjmë onde. Koha që të bëjmë make-upin in your my room, se di që është skandal. Për shkak se isha me vonesë, nuk e tregova do të filmin, po It's presoj të kap në një foto që t'ua tregoj, sepse my social anxiety nuk besoj që ta bëj në mes të sheshit se qa kam veshur. Më të çantën që bleva by the way. Estra është ullur para në fakt, nuk e di po është ullur edhe Joana. Do thënë jo pse s'u nisë në të njëjtën kohë, se kisha pak punë. Gjithë të ditë edhe hera para kalova këtu në shesh. U kënaqem, tani jemi duke ngrënë dhe po shkruajmë se çfarë do bëjmë kur të vinë gocat në Turqi. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Ky është fitim për sot, domethënë për sot. Deri tek të ri tek tregu, sepse më duhet të blej ca qese që t'i vendos për tek faqja, sepse unë nuk mund të postoj dot tek faqja dhe të hedh rroba, që kam shumë rroba të lezetshme, të bukura. Jam shumë e lumtur
U mora gjithë drekën me pjesën e porosive edhe thoshe jam bërë gati sepse do dalë në kafe me shoqen time dhe nuk e di pse po flas me Zetullu, tani nuk kuptoj nëse ajo i donte sot me patjetër, sepse posta nuk e çon dot brenda ditës, unë asaj doja të çoj vetë. Sa vape, siç mund ta shikoni po ngjis shtëpinë, po ngjis shkollën të shtëpisë. Të dërguar dhe pjesën tjetër të porosive me kurrier, por po kthej në shtëpi dhe është super vape. Mirëmëngjesin nga dita tjetër. Jam rjepur në fytyrë. Dhe mami më tha dhe këtë që më ka dalë nga dielli, se rrisi zhapik në diell edhe më ka rënë dielli në kokë, edhe temperatura brendshme sa do nxjerri. Uroj gëzuar Kurban Bajramin të gjithë besimtarëve musliman, kudo që ndodhen. Do të ham drekën tek mami i Klajdit. Ja, tullumba. Kemi dhe cerealin Gjini dhe Gjorgja. Për të ditë që do shkojmë në pishinë. Unë jam për të ditur, erdha tek shtëpia, gëxha me rim, po shpresoj që të jenë hapur pishinë, dhe nisim të bëjmë si quhet sekte, nuk e di si quhet. Lava trupin dhe u përgatita për nesër. Hëngrëm në park edhe po përgatitemi dhe fizikisht dhe vendërisht për pishina. Dhe dita e pishinave i ku shumë shpejt dhe nuk e mora vesh në shtëpi, e bëj një super dush dhe të shikojmë ndeshjen sepse sot është ndeshje e madhe. Shpresoj shumë të luaj mirë Shqipëria dhe të dalim me fitore. Në shtëpi erdha, dushin e bëra, thjesht një të krefur do difuse dhe do hikim që të shikojmë ndeshjen. Si të gjithëve nga dita tjetër, po iki për një kafe. Sot nuk e di pse jam veshur kaq shumë old money, po të them të drejtën po më pëlqen ka dhe ka një material shumë cilësor. Dje më erdhi shumë keq, që po super marr vesh nga futbolli dhe këto, por për ta pasur shansin e kishim. Nëse mendojmë negativisht, mendojmë pozitivisht, përsëri luajtën shumë mirë, kështu që bravo kombëtarja. Do ta fotografoj nëna se është byreku shumë i mirë. Këtu afare se si dita e diel ikën kaq shpejt. Do ikim një xhiro me mamin, me babin dhe me nënën. Dhe bëm xhiro, tani do ikim te Simba, tek macja e nënës që ka bërë një operim për shkak të hormoneve të tij. Ja këtu me dajen. Simba! Tu! Simba! Mëngjesit të gjithëve nga dita tjetër. Më vjen shumë inat sepse nuk jam akoma rregulluar nga pjesa e buzëve, në sensin që nuk jam shëruar ende. Dhe them të shkoj të bëj një xhiro nga shkolla njëherë, se nuk më kanë dërguar akoma datën e provimeve, të një provimi tjetër, domethënë, që të pyes të intereson se si po funksionon. Pas se isha gabim, po shqyr jo, që do ik një herë, inshallah kam shansin që të shikoj tek rrobat e përdorura. E pa gjë nuk dolëm, nuk është as të hahet, kjo është e gjitha. Do ha thjesht shalqia dhe kaq. Në këtë vap nuk ke ku del. E të duash të dalësh nuk ke ku del. Dhe thjesht po shijoj jetën time me kondicionerin. Kam një lidhje shumë të ngushtë dhe po rri në shtëpi, por po bisedoj me gocat, kështu që një nga këto ditët me gocat e universitetit do dalim për një date night, girls date night. Jam excited. Gjithashtu se në momentin që po rri në shtëpi, nisur këtë serialin Gjini dhe Gjorgja dhe po përpiqem që ta mbaroj se duket shumë i bukur dhe shumë tërheqës, më shumë nga sezonet e kaluara. Po bëra një super dush. Dushit qik si ku më freskoj se në këtë vab. Edhe çka do bëjmë tani, ta frigorifer, kam vendosur e tani të vendos të maskën që do jetë super e ftohtë. Do ma freskoj fytyrën. Sa e vura maskën dhe fytyra direkt ma thithi. Si unë do ta bëja të time ta mbaj çerekore dhe ndjeva vërtet freski.
Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Siç mund të shikoni, jam veshur, jam bërë gati. E jam veshur sepse do hiki tek universiteti, sepse kam për të folur me një pedagog për të bleza. Një blet, guys. Jam veshur, jam bërë gati, do vesh thjesht atletet. Thënë këtë kanatierën, pantallonat e zeza, çantën këtu dhe ikim. Sa po erdha në shtëpi, edhe siç po thoja se më morën në telefon, jam shumë okej, po të shikoni si ishte situata. Në momentin që sa hyra në shtëpi, isha si domate e kuqe. E pa kondicioner nuk e di si do mund t'i kaloja këto ditë të nxehta, edhe me ujë të ftohtë. Mëngjesi të gjithëve. Dita ime nisi kështu. Marr laptopin me vete dhe po iki për nga shtëpia e nënës. Gjithsesi mund të jetë kaq vapshë në mëngjes, por po kulloj. Po, Lilo dhe Stitch. Stitch i Ajlës. O Ajla, jo ka i zoom. Jam përpjekur që të bëj vlog. Që kështu ndodh kur ti filmon nga vlogu. Kur ti filmon nga telefoni yt. Kështu që është bërë një lëmsh total. Kështu që në vazhdimsi do shihni thjesht disa fragmente se çfarë kam kaluar unë në Shqipëri, por do përpiqem që të jem pak më e rregullt me pjesën e vlogut. Di të them që do bëhem e rregullt, por ndoshta do flas më shumë. Më duket sikur të gjithë më gjykojnë edhe kur më shikojnë them mos, më pan, tani më pan, më kapën mat, sikur çfarë po bëj. Po thjesht është ajo ideja që të gjithë këtu në Shqipëri gjykojnë shumë. Dhe e kam pak të pjesën që e di që mua do më gjykojnë. Jam e përgatitur kur thonë që e di që më pret. Në fakt shumë goca më kanë thënë, shumë goca ka marrë komplimente dhe jam shumë e lumtur që i marr këto nga shumë goca që i njoh, nga shumë goca që nuk i njoh. Por është edhe ajo që kam qenë në sezon provimesh. Pra unë kam dalë me gocat, kam dalë me shoqërinë, kam bërë provime, kam qenë kështu këtu me provime. Flasim të tipit 5-6 provime. Kështu që e di që ky vlog është kaotik, gjithsesi unë do ta postoj dhe këtë gjë që po bëj sot është data 23 qershor, kam menduar diçka që zysha ime, që jam shumë e lumtur që më ndjek dhe më duket goxha interesante si content, të bëj nga një review në lidhje me çmimin, në lidhje me vendin, në lidhje me estetikën e vendit. Për sa pjesë që mua më duket, pra unë të jap thjesht një mendim. Por thjesht nuk e di, do më pëlqente që të kritikoja në thonjza. Me pak fjalë ju tani do shihni thjesht disa pjesëza të cilat u kam qenë në Tiranë. Por do përpiqem në të njëjtën kohë që të hedh edhe në TikTok. Pra duhet të mbaj pak atë algoritmin dhe pjesën njësoj të aplikacioneve. Po përpiqem t'ja dal dot, po thash gjithsesi, spoiler, guys, spoiler! Që në fundjavë do ikim diku. Por këtë po e lë surprizë, kështu që ndoshta është kinda review i parë, por do shihemi në videot në vazhdim. Ju dua.